Vdes mbrëm në Tetov studentja 25 vjeçare nga Gjakova. Një vajzë nga Kosova është gjetur pa shenja jete mbrëm në Tetov. Sipas mediave atje, ngjarja ka ndodhur rreth orës 19. Raportohet se viktima S.D nga Gjakova po studionte në nivelin master në Tetov dhe sa ajo ka rënë nga një objekt në ndërtim më sipër, derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur disa barna. Ambasada e Kosovës në Shkup përmes një postimi në Facebook e ka konfirmuar se viktima është shtetase e Kosovës dhe ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet maqedonase. Ndërkaq, prokuroria themelore në Tetov ka deklaruar se të dhënat e para nuk japin indikacione për vdekje si pasojë e një vepre penale. Ata thonë se do të intervistohen disa persona dhe se organet hetimore po veprojnë intensivisht për të sqaruar shkaqet. Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov dje ka kryer ekspertizë në vendin ku është gjetur trupi i pajet i një gruaje të re, si edhe në banesën me qira ku ajo kishte qëndruar. Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle dhe ekspertiza të detajuara në vend ngjarje, ndonse të dhënat fillestare dhe gjurmët në terren nuk tregojnë se bëhet fjalë për vdekje si pasojë e një vepre penale. Megjithatë, është urdhëruar obduksione që të merren në pyetje disa persona, ndërsa prokuroria dhe të gjitha organet hetimore po veprojnë intensivisht për të sqaruar shkaqet. Por sipas informacioneve, 25 vjeçaria kishte qenë në një lidhje dashurie me djalin e një biznismeni nga Maqedonia e Veriut. Familjarët e vajzës së ndjerë thanë se vajza e tyre tani më e ndjerë kohëve të fundit ka pasur mosmarrëveshje dhe probleme me të dashurin e saj. Mirëpo ende nuk ka verzion zyrtar nga organet e shtetit se çfarë në të vërtetë ndodhi, pra rasti ende konstatohet si vdekje e dyshimt.